Mi mbroma të gjithëve edhe një herë, faleminderit shumë që po më ndjekni, jam njerëzakonisht mirënjohës për mbështetjen tuaj, jam njerëzakonisht i nderuar që numri i lexuesve shqiptar nga Kosova ka fillu me ushtu edhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme sepse normalisht ne si gazetar nëse nuk kemi lexues nuk ka kuptim që të funksionojmë sepse është e rëndësishme që prodhojmë material lexues për lexuesi që duan të lexojnë dhe pastaj të marrin vendimin e saj të informacioneve që i marrin nga gazetarët. Duhet ju them që mbështetja juaj është jashtëzakonisht e rëndësishme në kuptimin e asaj që ju jeni duke i lexuar vazhdimisht materialet për të cilat po shkruaj, ju kërkoj ndjes që rrethanat janë të tilla që unë nuk mundem të kontribuoj më shumë se që kam mundur deri më tash, kjo për shkak që nuk jetoj në Kosovë, jetoj në Londër edhe kam angazhime tjera që më duhet me u angazhu për me pas mundësi me jetu jetën. Punoj normalisht këtu si gazetar dhe redaktor në media të ndryshme, por gjithashtu përpiqem që të kontribuoj për të informuar faktorin ndërkombëtar dhe ata që flasin gjuhën angleze nëpërmjet portalit tim në gjuhën angleze Gunpowder Chronicles, gjithashtu përpiqem të informoj juve të dashur lexues shqiptar nëpërmjet postimeve në Facebook, por gjithashtu nëpërmjet portalit në gjuhën shqipe Spotlight. Siç e keni vure, kam filluar të punoj edhe disa video, po e kam dalë hovin e punimit të videove sepse vërtet kërkon shumë punë edhe unë nuk jam profesionist qaq i madh sa që mund ta bëj edhe videon edhe skriptin materialit të shkruar të cilin duhet ta transmetoj edhe post prodhimin e materialit të prodhuar. Po kam vendosur që videot t'i prodhoj vetëm kur kemi hulumtime dhe materiale të rëndësishme që duhet me u transmetu domosdoshmërisht për hir të informimit të drejtë dhe të qartë për publikun. Siç e keni vure nëpërmjet postimeve të mia të mëhershme, në botimin e hulumtimit ton të një shkurtit, ku i paraqitëm gjetjet tona se po përgatitej një tentim vrasje në kryeministin e detyrë, zoti Albin Kurtin, ne e botuam materialin me një shkurt dhe pas një shkurtit ne kemi pas portalet tona kanë qenë jashtëzakonisht të vërshuara nga vizitor, si ai në gjuhën angleze gjithashtu edhe ai në gjuhën shqipe. Për fat keq, një numër i njerëzve të cilët ose individëve ose përdoruesve të cilët janë antarësu në portalet tona janë antarësu me qëllim të keq, sepse i kanë raportu portalet tona si shpërndas të informacioneve të rreme. Numri i raportuesve është bërë aq i madh të abonuesve të ri, saqë ka ndodhur që platforma Substack, që ne i përdorim infrastrukturën e tyre për t'i transmetuar materialet tona, kanë vendosur që të na i sankcionojnë të drejtat tona për vazhdimin e publikimit të materialeve të reja. Rrjedhimisht, ne u desh të merrem me mekanizma ligjor nëpërmjet Unionit Kombëtar të Gazetarëve Britanik në Londër, të cilët fatmirësisht më ndihmuan nëpërmjet zyrës ligjore që të kontestojmë një pretendim të tillë nëpërmjet një strukture mirë të argumentuar dhe të dokumentuar se ne nuk shpërndajmë në fakt materiale të rreme, por gjetjet tona, materialet tona informative janë të bazuara në gjetje faktike edhe të verifikuara dhe të balancuara si informacion që pastaj transmetohen për publikun, për lexuesin që don të lexojnë qoftë në gjuhën angleze në Gunpowder Chronicles apo të gjuhën shqipe në Spotlight. Edhe fatmirësisht lufta jonë ishte e suksesshme, po nuk ishte vetëm lufta jonë e suksesshme si pasojë e asaj që ne u angazhuam me zyrën ligjore të Unionit Kombëtar të Gazetarëve Britanik, po ishte gjithashtu e suksesshme fal juve të dashur
shikues tani që po më shikoni dhe që jeni lexues që e keni mbështet thirrjen tonë për me bë abonim në portalet tona. Tani jemi në një kohë ku jemi në një hulumtim jashtëzakonisht serioz. Është një hulumtim të cilin nuk e kemi pas në mendje, sepse nuk kemi pas njohuri paraprake për atë temë, mirë po çuditërisht palët në fjalë që janë cak i hulumtimeve tona e kanë tërheq vëmendjen tonë, ndoshta pa dashje. Po qesh me nervozizëm sepse është jashtëzakonisht shqetësuese çka po duket që është duke ndodhur. Edhe është jashtëzakonisht shqetësuese çfarë po rezulton që mund të ketë qenë qëllimi i palëve të caktuara, të cilët me sa duket më kanë vë mua në cak për një operacion të çuditshëm, po që nuk doli të jetë i suksesshëm sepse ne jemi jashtëzakonisht të vëmendshëm, sepse kushdo që neve na ofron informacion, qoftë nëpërmjet formave online apo Facebookut apo ndonjëherë edhe telefonatave që vinë në drejtim të telefonit tim apo mesazheve që vinë në drejtim të numrit tim në WhatsApp, ne nuk mundemi edhe në asnjë mënyrë për shkak të parimeve tona profesionale ti pranojmë informacionet si të qena të vërteta në momentin që dikush e ndan një informacion se thotë kështu po ndodh se këtë informacion e kam ose ndan ndonjë dokument. Po ju mund ta ndani informacionin, ajo është shumë e rëndësishme, mirë po vetëm atëherë kur ju keni dokumentim të pretendimit tuaj, ne do ta marrim informacionin si diçka që ne duhet ta verifikojmë pretendimin tuaj. Sepse tani kemi një pretendim të dokumentuar, i cili mbase ka vlerë për tu marrë seriozisht dhe rrjedhimisht duhet hetuar dhe verifikuar pretendimi dhe dokumentacionin që ju ofroni. Normalisht, kur dokumentacioni del të jetë verifikimi i materialit të pretenduar del të jetë i vërtet, atëherë ne do të merremi seriozisht me të, do ta balancojmë informacionin, do ta ndërtojmë në atë strukturë që është informuese për lexuesin dhe do ta botojmë. Mirë po kur pretendimi juaj i dokumentuar del të jetë i pavërtet, atëherë ndoshta ju edhe nuk keni pasur atë qëllim apo atë dëshirë, por ju automatikisht bëheni cak i hulumtimeve tona në mënyrë që ne të përpiqemi ta kuptojmë cilat kanë qenë motivet tuaja se ju keni vendosur ta ndani një informacion i cili po del që të jetë i pavërtet. Edhe kështu ka ndodhur në këtë periudhë kohore, edhe normalisht gjetjet tona janë jashtëzakonisht shqetësuese çfarë kemi gjetur për palët të cilët kanë pretenduar se është duke ndodhur një diçka që nuk mund të flas tani sepse është ende procedure e hulumtimeve tona, edhe procesit verifikues, dhe jemi në atë proces që ta ndërtojmë, strukturojmë tregimin edhe në momentin që ta bëjmë balancimin komplet të këtij tregimi, do ta transmetojmë për publikun shqiptar në gjuhën shqipe, por edhe publikun ndërkombëtar. Deri më tash, sa i përket publikut ndërkombëtar, kam pasur takime editoriale me gazeta si The Times, Guardian e dy gazeta të tjera britanike, të cilët janë të interesuar në temën sepse është jashtëzakonisht e ndjeshme, edhe është e rëndësishme që të botohet për publikun dhe aty jemi. Mirë po sonte arsye pse po paraqitem live është përveç asaj që t'ju tregoj se jemi në një proces të hulumtimit shumë të rëndësishëm dhe t'ju falenderoj shumë për mbështetjen tuaj që e keni treguar deri më tash me abonime, me ndarje të materialeve tona nëpërmjet rrjeteve tuaja sociale, në çfarëdo mënyre që keni vendosur më së miri që t'i ndani. Gjithashtu desha t'ju kërkoj vëmendjen tuaj edhe një herë t'ju lutem përsëri, që ju lutem shumë ta bëni sa më të shpërndar informacionin që ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj. Ne kemi nevojë që ju të abonoheni në portalet tona, qoftë në ato në gjuhën angleze, qoftë në ato në gjuhën shqipe,
Me apo pa pagesë nuk ka rëndësi, por abonimi juaj me pagesë është i rëndësishëm sepse në këtë mënyrë sa më shumë njerëz bëhen abonues me pagesë, aq më shumë lehtësohet mundësia ime që të shkëmbehem, që ta bëj një lloj tranzicioni nga detyrat e mia aktuale si redaktor në mediat britanike që jam duke punuar dhe gazetar, duke u shndruar dale me ngadalë në një kohë plotësisht të plotë që mund t'ia dedikoj punës për temat që kanë të bëjnë me Kosovën, për temat që kanë të bëjnë me sigurinë tonë kombëtare, politikën tonë të jashtme dhe interesat tona kombëtare në nivel kombëtar në Kosovë, po edhe në nivel ndërkombëtar në raport me politikën e jashtme përballë fuqive të mëdha dhe zhvillimeve rajonale që përballë të cilave Kosova me apo pa dashje do të preket. Pra shumë është e rëndësishme, ju lutem shumë që t'i shtoni vëmendje idesë, përveç që t'i ndani materialet tona, përveç që të angazhoheni, të komentoni, të informoni njerëzit e tjerë, gjithashtu t'ju kërkoni kolegëve, shokëve, familjarëve që ta bëjnë një abonim me pagesë sepse në atë mënyrë ju na ndihmoni financiarisht. Tani, për shembull, jemi në një periudhë kohore ku 3 prej artikujve tanë që kemi ndërtuar dhe strukturuar në gjuhën angleze duhet me u rishiku prej një ekipi ligjor për arsye të gjuhës ligjore që ne duhet ta verifikojmë nëse është çdo gjë në rregull, sepse duhet ta përdorim një gjuhë të tillë profesionale në mënyrë që ta parandalojmë çdo mundësi që dikush të mund na hedh para gjyqit për arsye që ne mund të kemi bërë ndonjë gabim gjuhësor. Dhe këto shërbime këtu në Britaninë të Madhe janë jashtëzakonisht të larta dhe duhet të bëhen në Britaninë të Madhe për shkak të prezencës time në Britaninë të Madhe, sepse portalet që unë i kam të regjistruar janë të regjistruar në Londër, prandaj nëse unë bëj një gabim gjuhësor në kuptimin e asaj të gjuhës ligjore, dikush mund të kapet për atë pikë edhe mund të më padisë në gjykatë dhe dëmet janë jashtëzakonisht të mëdha, përveç dëmit financiar, që është rrezik jashtëzakonisht i madh, është edhe dëmi profesional, pra mund të më revokohet akreditimi im profesional si gazetar, edhe gjithashtu mund të më dëmtohet reputacioni profesional si gazetar. Prandaj, ndër të tjera shpenzime që ne me të cilat ne përballemi gjatë një periudhe hulumtimi, jo kostoja e ndonjë udhëtimi jashtë vendit, kostoja e komunikimeve, kostoja e takimeve, kostoja e infrastrukturës online, gjithashtu është edhe kostoja ligjore që duhet i paguajmë ekipet ligjore për të bërë kontrollimin e komunikimit gjuhësor që duhet me mbrojt interesi ynë edhe reputacioni i cilësisë tonë si media. Tash para se me kalu në pyetjet e përgjigjet tuaja, edhe një herë ju lutem shumë, kërkoni kolegëve, shokëve, miqve, familjarëve që të bëjnë antarësim tek ne abonim në revistën Spotlight, është vetëm 5 euro në muaj, është sikur të më paguani një kafe një herë në muaj. Nëse ju mërmenja që jem një gazetar që mund t'ja paguani një kafe një herë në muaj, atëherë ju lutem bëjeni atë, sepse po e ndihmoni këtë kauzë shumë të rëndësishme që ta informojmë të gjithë botën, po edhe qytetarën shqiptar të Kosovës se çfarë po ndodh në mënyrë që ju të gjithë të merrni vendime të mirë informuara në sajt asaj çfarë ne raportojmë. Tash do të përpiqem të shoh pyetjet, ju kërkoj ndjesë nëse jam i ngadalshëm, po nuk kam mundësi sepse jam një njeri vetëm që sa është e rëndësishme gazetaria e paanshme, e dim shumica. Besniku pyet a ka mundësi të krijojmë një rreth gazetarësh që kanë etikë gazetareske që të informohen. Ky është një prej qëllimeve të mia. Unë nga gazetarët që i njoh në Kosovë, njoh që janë gazetarë jashtëzakonisht profesionistë me dinjitet, po ata që janë profesionistë me dinjitet janë të stabilizuar në media që jo domosdoshmërisht janë kosovare, por që e kanë stabilitetin e tyre dhe unë nuk e di nëse ata do të mund të kenë interesim që të bashkohen me këtë iniciativë të portalit Spotlight.
por si ide tjetër alternative, e kam të ndërtuar idenë që t'i qasemi fakulteteve të gazetarisë, qoftë në Kosovë apo në Republikën e Shqipërisë, dhe t'i gjejmë studentët e fakulteteve gazetarisë që të cilët janë para diplomimit, edhe t'u ofrojmë atyre një mundësi për të bërë një lloj periudhe kohore përvojës punës, 3 mujore, ku ne përveç që do ta kuptojmë cilësinë e tyre të interesimit në fushën e gazetarisë, përveç që do ta kuptojmë aftësinë e tyre profesionale për të lexuar dhe shkruar në sajt e asaj çfarë ata lexojnë dhe informohen, ne gjithashtu do t'ju japim mundësinë që të ndërtojnë një reputacion me integritet njerëzor edhe profesional. Njerëzor në kuptimin moral, që një njeri nuk pranon të korruptohet pavarësisht rrethonave, që një njeri e refuzon të dorëzohet presioneve pavarësisht nga vijnë ato dhe si vijnë ato, dhe në kuptimin profesional që një njeri, një profesionist i fushës tonë, nuk pranon asnjëherë të korruptohet dhe të shkruajë gjëra të paqena dhe të pavërteta, dhe nuk do të ngutet të publikojë materialet pa i verifikuar dhe balancuar ato mirë në raport me parimin profesional gazetaresk. Kjo është ideja, mirë po kjo ide nuk mund të jetësohet nëse ne nuk kemi mbështetje financiare. Siç e kam thënë edhe më herët, ne nuk jemi të interesuar që të marrim mbështetje financiare nga grupet e interesit, apo qofshin ato dhe entitetet të partive politike që mund të kenë interesim të japin financa për ne, duke qenë se në momentin që ne pranojmë financa nga grupet e interesit, ne automatikisht po e bllokojmë veten sepse do të jemi obligim ndaj interesave dhe kërkesave të tyre. Për media që mbrojnë interesat e grupeve të interesit, ka mjaft në Kosovë, s'ka nevojë me hyrën aty, mirupafshim, as nuk du me dëmtu reputacionin tënd profesional. Po, që ndërtojmë një media cilësore që mbron interesin e publikut për t'u informuar, që vepron saktësisht për arsyen pse gazetaria si profesion ekziston, unë jam interesuar. Dhe mënyra e vetme në çush ne mund ta bëjmë është që lexuesi ynë na mbështes me një abonim me pagesë. Pa mbështetjen tuaj, kjo është e pamundshme. Prandaj unë do të përpiqem edhe gjatë këtij viti që të loboj, të avokoj, të përpiqem t'ju ndihmoj ta kuptojmë rëndësinë e kësaj, që t'ju bind që ta bëni një abonim dhe të ndihmoni të tjerët ta kuptojnë rëndësinë që ta bëjnë një abonim me pagesë, sepse në këtë mënyrë ne do të jemi zëri juaj. Në këtë mënyrë ne do të kërkojmë llogaridhënie nga të gjitha pushtetet. Pushteti i qeverisë, pushteti i opozitës, pushteti i njerëzve që punojnë me media, pushteti i njerëzve të tjerë që kanë përgjegjësi të cilat veprimet e të cilëve pastaj e ndikojnë jetën e publikut. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra do kërkojmë llogaridhënie edhe nga kolegët tanë gazetarë, edhe nga kolegët tanë të mediave të tjera, kur ne ai shohim ata që janë duke bërë gabim. Siç mund ta keni vënë re, unë kam shkruar shpeshherë kritika profesionale në sajt e asaj se si kam vërejtë që profesionalisht, për shembull Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka bërë gabime të tmerrshme profesionale në reagime të ndryshme, apo edhe në raste të caktuara ku edhe nuk kanë reaguar. Pra kritika jonë profesionale, edhe pse ata kanë kuptuar si armiqësi, edhe pse ata kanë kuptuar dhe interpretuar se ne po i sulmojmë ata, unë gjithmonë jam përpjekur t'i ndihmoj ata që ta kuptojnë se kritika jonë profesionale nuk është armiqësore, nuk ka të bëjë me ndonjë natyrë të urrejtjes tonë ndaj tyre, është thjesht me dashamirësi që ne të përpiqemi t'i ndihmojmë ata se ata kanë gabim, se ata duhet ndryshojnë mënyrën edhe qasjen se si janë duke vepruar, se ata duhet dhe me ngulmësi duhet i përgjigjen parimeve profesionale të interesit të publikut dhe të interesit të asaj që të ndihmojnë ta përmirësojnë cilësinë e të bërit gazetari në vendin tonë. E kuptoj që jeni të lodhur të mërzitur duke parë gazetarë të tjerë në Kosovë të cilët po e keq përdorin profesionin tonë fisnik. Unë thjesht po e bëj vetëm punën time. Të jeni të bindur që secili gazetar në Kosovë që vepron, nëse do ta kishte bërë punën me fisnikëri ndaj parimit profesional dhe detyrave profesionale të gazetarisë,
secili prej tyre do kishte qenë më mirë se tjetri, më mirë se unë dhe më mirë se të gjithë, dhe ne të gjithë do të mund ta bënim punën dinjitetshëm dhe do të mund t'ju informonim juve pa problem, edhe ju s'keni nevojë me na komplimentu, sepse detyra jonë është kjo, për t'ju informuar juve drejt. Faqet, portalet tona janë blloku masi që ka pas raportime të shumta, të cilat raportime kanë pretendu se na kanë akuzu neve se po bëjmë shpërndarje të informacioni të rrem, por nuk na kanë akuzu neve drejt për drejt, ose nuk na kanë shkruar neve, po i kanë shkruar platformës Substack, që ne i kemi përdorim infrastrukturën e tyre për t'i botu materialet e tona. Edhe rrjedhimisht kjo ka ndodhur. Domthonë, e njëjtë situatë ka ndodhur edhe në vitin 2023, ku ne kemi ekspozu arsyet pse Richard Grenell ishte dëbuar nga Gjermania. Por ju që nuk e keni lexuar atë material, edhe nuk e dini, Richard Grenell në vitin 2020 ishte dëbuar nga Gjermania sipas informacioneve tona nga burime të mirë informuara me autoritetet gjermane, pasi që ishte gjetur si dyshuar për bashkëveprim me partinë e ekstremit të djathtë gjerman AfD, e cila parti, sipas një hulumtimi tjetër nga Der Spiegel i Gjerman, një gazetë tjetër me cilën unë punoj dhe bashkëpunoj, doli se AfD-ja gjermane ishte paguar dhe financuar nga Federata Ruse, gjithashtu kishte bërë veprimtari politike në koordinim me kinën zyrtare. Pra Richard Grenell, si diplomat amerikan në Gjermani në vitin 2020, kishte bërë veprimtari të përbashkëta sipas informacioneve të autoriteteve gjermane me AfD-n gjermane, të cilat dyshoheshin se ishin veprimtari që ishin përpjekje për ta përmbyt kancelarin gjermane të atëhershme. Edhe ne kemi zbulu këto gjetje, kemi hedhë në artikull, edhe kur e kemi botu materialin, pastaj na kanë sulmu në të njëjtën mënyrë, duke në raportu se po shpëndojnë lajme të rreme, edhe na e kanë pas bloku çastin dhe mundësinë e vazhdimit të publikimit të materialeve. Kjo ka ndodhur pasi Richard Grenell në Twitter e ka bë ripostim të materialit tim, që unë e kam shkruar artikullin, edhe ai më quan mua crackpot, edhe njeri që më sulmon faktikisht mua personalisht. Edhe ka pasur pastaj me miliona postime pas tij, ku të gjithë më sulmojnë mua, thonë se jam gazetar i paguar, i dyshuar, i ashtu i kështu, siç dinë ata të thonë lloj-lloj fjalësh të çuditshme që pastaj më bënin as unë mos e njeha vetëm më, e të tjera. Dhe është shumë interesant që thuaja i njëjti njeri që ne e kemi zbuluar për përfshirje në mbështetjen e forcave politike që ishin të interesuara për ta bërë një atentat në kryeministrin aktual në detyrë. Të njëjtat forca politike të cilën e kishin përgatitur një atentat në vitin 2021 ndaj kryeministrit të atëhershëm, të zgjedhur nga zgjedhjet e shkurtit të vitit 2021, zoti Kurtit. Dhe kur i zbuluam ne këto dhe i botuam me një shkurt, pas asaj pastaj ndodhi që portalet tona prapë u sulmuan. Unë jam shumë i bindur që gazetarët e Kosovës mund të jenë si unë. Mirë po fatkeqësisht, ose rrethonat janë të atilla që i detyrojnë ata të bëjnë atë që e bëjnë, që nuk duhet ta bëjnë, ose ata zgjedhin që të bëjnë një veprimtari të tillë që është e palakmueshme dhe është në kundërshtim me parimet e profesionit tonë fisnik. Hyrja ime në këtë hapësirë mediale në gjuhën shqipe do të ndikoj që ata njerëz të cilët kanë shkruar vazhdimisht gënjeshtra, kanë shkruar vazhdimisht, kanë hartuar vazhdimisht artikuj që janë në kundërshtim me etikën profesionale të gazetarisë, unë mendoj që ata tani, duke qenë se e dinë që unë jam duke vëzhguar se çfarë po shkruhet në hapësirën mediatike shqiptare, unë besoj që ata mbase kanë filluar ta vënë gishtin në kokë dhe të thonë që këtë po shkruaj, po mbase vudi nëse e sheh, mund të ndodhë që
ata mund ta interpretojnë si sulm, ndërkohë që ideja ime është dashamirësi që të ndihmoj ata të kuptojnë se këtë që po bëjnë është gabim. Nëse unë jam i vetmi njeri, i vetmi gazetari i cili do të bëj gazetari cilësore në hapësirën mediale shqiptare, atëherë shumë keq për ta, sepse unë do ta marr të gjithë audiencën, unë do t'i marr të gjithë lexuesit, sepse lexuesi është interesuar që lexoj material cilësor, material që vërtet i informon ata, jo që i helmon ata me gënjeshtra dhe insinuata dhe gjëra të paqishme. Prandaj unë besoj shumë fuqishëm që këto media ose do të ndryshojnë mendim që të fillojnë të praktikojnë gazetari cilësore, ose do të humbin, sepse do të humbin momentin kur e humbin të gjithë audiencën. Prandaj lutem shumë, siç them gjithmonë, bashkë mund ta bëjmë. Por unë mund ta bëj këtë realitet vetëm me ndihmën e juaj, sepse unë mund të pranoj ndihmë financiare vetëm nga ju. Pra, zgjidhja është që ju të mbështesni veprimtarinë time profesionale. Duke bërë abonime me pagesë, në këtë mënyrë ju do të ndihmoni që të jetë e mundshme që unë pastaj të angazhoj personal tjerë, të angazhohem edhe me studentë të fakultetit gazetarisë, siç ju thashë edhe më herët, e kështu me radhë që ta ndërtojmë tamam një strukturë të një cilësie të lartë të gazetarisë profesionale, e cila ka për qëllim thjesht ta informojë qytetarët, edhe të kërkojë llogaridhënie nga ata që janë në pushtet, çfarë do forme pushteti qoftë ajo. Unë jam përpjek të vëzhgoj edhe mediat në Shqipëri, është përkeqardhje në gjendjen në cilën janë ata. Nuk është kjo fatkeqësi, kjo është zgjedhja që ata bëjnë për të praktikuar një politikë të tillë editoriale, dhe për përshtypjen time ajo është një zgjedhje kriminale, sepse nuk mund të thuash vetes që je media ndershme derisa po e kriminalizon gazetarinë, derisa po e helmon publikun me informacion të rrem. Dhe gënjeshtra nuk mund të na çojë askund pos në humner. Dhe nëse kombi ynë shqiptar është duke shkuar drejt humnerës, ata që e bën këtë të mundshme janë mediat të cilat janë të përfshira në këtë operacion për ta helmuar dhe për ta çuar kombin tonë drejt humnerës. Me plot përgjegjësi e them që kjo është veprimtari kriminale, që duhet të ndëshkohet, dhe mënyra më e mirë për të ndëshkuar ata është që kur ata japin lajme, shkyqeni. Nëse keni kontrata me ata, shkyqeni këtë kontratë. Mos i financoni, sepse ata nuk janë të interesuar që t'ju informojnë, janë të interesuar t'ju gënjejnë, t'ju ofendojnë inteligjencën tuaj dhe gjithashtu të përpiqen t'ju manipulojnë që të veproni në kundërshtim me interesat tuaja. Nëse firmat e ndryshme janë të interesuar që të kenë në vendin ku ata jetojnë, këtë rast Kosova ose Shqipëria, që të kenë qytetari të ndershme, që të kenë qytetarë të përgjithshëm, që marrin vendime të mirë informuara me përgjegjësi të interesit kolektiv, që të kenë një shtet të ndërgjegjshëm që duhet dhe mund të mbahet para llogaridhënies, ata thjesht mund të japin donacione nëpërmjet faqeve të donacioneve të platformave të mia, si dhe mund bëjnë një abonim me pagesë. Sa i përket pritshmërive tuaja që unë do t'ua reklamoj firmën tuaj që ju të merrni klient, mos pritni se nuk jam interesuar që gjytem në ato veprimtari. Unë jam interesuar që të bëj gazetari, jo treg. Nuk jam as tregtar i gazetarisë, as tregtar i fjalëve, as tregtar i banerave. Jam njeri që jam interesuar që e vërteta të arrijë tek veshja dhe syri i qytetarit tonë, në mënyrë që njerëzit të informohen mirë edhe të marrin vendime të përgjithshme në sajt informacioneve të vërteta që ata kanë arritur të marrin nëpërmjet një veprimtarie cilësore të gazetarisë profesionale. Sigurisht, e vlerësoj edhe ju falenderoj që po ofroni këtë mundësi, po nuk jemi të interesuar në mundësi të tilla. Fatkeqësisht një shumicë e madhe e mediave tona në Zoti Biçaku është
është në veprimtari kriminale. Përveç që ata po bëjnë veprimtari kriminale në raport me parimin profesional të gazetarisë cilësore, ata mbase dhe financohen nga grupet interesit që janë para kriminale. Të paktën disa prej mediave për të cilat unë kam raportuar narrativin editoriale të cilën e kam analizuar dhe kam shkruar për këto, kam shqetësimin që janë të paguara nga grupe kriminale. Nuk mund të them fatkeqësisht sepse kjo është zgjidhja e tyre. Për zotin Buzhala ne kemi botu kritika profesionale në raport me narrativin e tij editoriale. Hulumtimi ynë i fundit që kemi botu në raport me zotin Buzhala është lidhjet e tij me 3 figura kriminale, të cilët janë të listuara në listën e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe kemi mirë të dokumentuara. Ndër njerëzit që zoti Buzhala është i lidhur sipas gjetjeve tona është Zvonko Veselinović, i cili gjithashtu është dokumentuar se ka lidhje të ngushta me presidentin Aleksandar Vučić. Tani ne ja kemi dhënë mundësinë zotit Buzhala disa herë që t'i jap sqarime apo t'i demantoj rezultatet e gjetjeve tona. Mirë po zoti Buzhala fatkeqësisht ka zgjedhur një rrugë të çuditshme, por sa herë që ne i dërgojmë pyetjet tona në WhatsApp, ai e bën një lloj screenshot edhe pra e bën një lloj fotografie të pyetjeve tona dhe e poston në murin e tij në Facebook, edhe përpiqet që të më përqesh mua, të më qua budalla ose cirkuzë. Gjëra që mbase kam përshtypjen janë në përputhshmëri të plot me karakterin e tij njerëzor. Këtu në Britani të Madhe ne kemi ligje jashtëzakonisht të forta, të cilat e mbrojnë pavarësinë editoriale të mediave dhe gazetarëve, por të cilat gjithashtu kërkojnë llogaridhënie nga ne, nëse ne bëjmë gazetari që është në kundërshtim të plot me kodin etik dhe profesional, dhe atëherë kur ne me gazetarinë jo profesionale përpiqemi ta kërcënojmë ose pa dashje e kërcënojmë interesin e sigurisë kombëtare. Mendoj se ligjet të tilla Kosova duhet t'i sjellë në fuqi, që të kërkojë llogaridhënie. Nëse bëni ndonjë parapagesë me platformat e tyre të abonimit, atëherë unë ju them kolektivisht shkëputeni ato tani. Edhe nëse ata thonë jo po do t'ju çojmë në gjykatë, që t'ju detyrojmë t'i paguani, ta bëni ashtu, ta bëni kështu, dilni në protesta. Dhe thoni kolektivisht ne nuk duam të paguajmë entitete mediatike të cilat duan të na helmojnë me gënjeshtra, edhe me të pavërteta. Ne refuzojmë kolektivisht. Kur ju bëni veprimtari kolektive për të refuzuar vazhdimin e pagesave tuaja në këto entitete mediatike, nuk ka asgjë që mund t'ju ndaloj. Prandaj, thirrja është nga tani. Shkëputeni kontratat tuaja që ju i keni abonimin me të gjitha entitetet mediatike apo platformat mediatike që ju e vlerësoni se janë duke ju gënjur. Në çdo moment që ju i shkëputni, ata përfundojnë. Nëse ju keni bërë like faqeve tyne, shkoni në faqet e tyre dhe bëni unlike. Jeke like-un, bllokoni. Kjo është mënyra që ju ata i kapituloni dhe rrjedhimisht i detyroni ta vënë gishtin në kokë dhe të mendojnë se e kanë bërë gabim. Unë jam shumë i sigurt që ata dinë se kanë bërë gabim. Po është zgjedhja që ata po veprojnë. Dhe asnjëherë mos e toleroni askënd të ju gënjejnë. Në çdo moment që vlerësoni dhe gjeni se edhe unë ju kam gënjur ndonjëherë, ju lutem shumë mos ma falni minutin. Bllokoni qasjet tek unë edhe thjesht mos i shikoni postimet e mia, as mos i lexoni materialet e mia. Por çdo kënd, pa dallim, kështu duhet veproni. Kolektivisht ti bojkotoni në mënyrë kolektive, në mënyrë që ata të mos mund të vazhdojnë t'ju helmojnë, sepse ata
mund të zgjedhin ta bëjnë transmetimin, por në zgjedhje e juaja, a u hapni derën që të hyjnë gënjeshtrat e tyre në shtëpinë tuaj apo jo? Ju mund ta mbyllni atë derë dhe mënyra që ju mund ta mbyllni është që të mbyllni, shkëputni kontratat e ndaloni pagesën ndaj shërbimeve të tyre. Nuk është në interesin tuaj, shëndet e paqen. Për shembull, unë kam hasur në shumë analistë të cilët thonë se veprimtaria e autoriteteve të sigurisë së Republikës Kosovës në veriun e vendit është në kundërshtim me interesat tona kombëtare. Ky është momenti kur me njëherë mbyllet televizion edhe shkput të gjitha kontratat me ta, nëse jam duke dhënë ndonjë pagesë për ta. Sepse është përgjegjësia e vetë televizionit që t'i analizoj, t'i verifikoj, edhe t'i kuptoj se kush janë këta njerëz, si mendojnë dhe çfarë mendojnë. Sepse nëse dikush thotë që shteti që po vepron për ta ruajtur integritetin e vet territorial është duke bërë gabim, ai njeri ose nuk është mirë me shëndetin mendor, ose është i paguar nga entitete të cilat nuk janë në interes të sigurisë tonë kombëtare, e që po përpiqen ta gënjejnë qytetarin, ta friksojnë qytetarin, dhe që po përpiqen t'i thojnë qytetarit që të reagojë kundër qeverisë së vet, e cila po përpiqet të zbatoj integritetin territorial të shtetit e vet, ta ruajë sigurinë e vet kombëtare. Logjika është shumë e thjeshtë. Dhe kur njerëzit janë jashtë logjikës normale, dijeni që ata njerëz nuk janë duke punu për të mirën e interesit kombëtar të vendit. Ata njerëz janë duke u paguar nga interesa të çuditshme, të cilat asnjëherë nuk janë me interesat tona kombëtare.